Miqdashur, është koha për të prezantuar dhe të ftuarin tonë. Edhe për të mësuar më shumë rreth profesionit të tij. Sigurisht, sepse është një profesion shumë interesant. Që të gjithë e duam. Ne e kemi trajtuar sepse janë disa momente në jetë të cilat duhet t'i shijojmë, por ne po bëhemi rover të kësaj, duke i fotografuar të tjerët dhe asnjëherë nuk e shijojmë momentin. Ka momente që duhet shijuar, por ka momente që patjetër duhet t'i shkrepësh dhe t'i kesh kujtime, sepse ndonjëherë pastaj do doje shumë që t'i përjetoj ato momente, të cilat mund të t'i sjell vetëm një fotografi. Po, fotografia. Sot do të flasim me një fotograf miqdashur i cili na ka nderuar me ardhen e tij këtu në emisionin ton, 9:11, do të flasim për artin i cili nuk ka nevojë për shumë ngjyra për të treguar emocionet të mëdha të cilat po shfaqen. Në studio sot kemi të ftuarin Lavdërim Alidi, i cili do të vjen së shpejti ditën e njëjtë, në mos gaboj, me një ekspozitën e tij personale, e cila është titulluar Black and White. Është një këngë e Michael Jackson. Black and White, një rrëfim vizual ku bardhë dhe zi realisht nuk është e mungesa e ngjyrave, por është një thellësi, një kontrast dhe një ndjenjë. Lavdërim, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhën në emisionin tonë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën e juaj. Siç e paralajmërova edhe më herët, ditën e njëjtë gjithësisht me 28-in e 05-it. 28 maj. Po maj. Do të jetë ditë e shënuar për. Ditë e shënuar. Më e bukur është se është një ditë pas festës së Bajramit. Kështu që të gjithë kemi të ngopur mirë dhe ka mundësi për të vëzhguar dhe për të parë një ekspozitë interesante. Unë shpesh u them edhe miqve, dashamirëve që atë ditë të vinë me baklava që do të ngelin për Bajramin dhe të shkojmë balkon apo jo. Po patjetër. Edhe kemi mundësi, domethënë, të shijojmë lloj-lloj baklava. Shiko, jemi në Kurban Bajramin, kështu që mund të ndonjë mish, ndonjë, nuk e di unë. Pas ekspozitës. Pas ekspozitës. Pas baklavas mund të shoqërohet edhe me miq. Lavdërim, më doja t'ju pyesja, për momentin jeni edhe pedagog në Universitetin e Tetovës, edhe po ashtu edhe ligjërues edhe në Universitetin e Evropës Juglindore. Por do flasim pastaj pak për edukimin, për arsimin në përgjithësi, por mua më interesonte pyetja, pse vendosët që ekspozita të quhet pikërisht Black and White, duke e ditur se shumica e njerëzve sot kanë dëshirë që shumicën e fotografive t'i ngjyrosin, t'i plastifikojnë, t'ju japin, domethënë t'i ikin realizmit natyror dhe të kalojmë në disa dimensione tjera. Çfarë simbolizon për ju konkretisht bardhë edhe zi? Ajo bazikja. Pa titulli Black and White ose bardhë dhe zi, titulli origjinal i ekspozitës është Hije dhe heshtje. Hije dhe heshtje. Hije dhe heshtje, po dhe me thonë hije dhe heshtje ishte e koncentruar më shumë si temë dhe brenda kohës ekspozitën, dhe me thonë që e kam të parën time, futa më shumë fotografi në të dhe e zgjerova pak më shumë tema. Do të kthehemi tek titulli që do thotë se Black and White. Po edhe kjo hije dhe heshtje. E bukur është edhe kjo si temë. Zakonisht je më i kufizuar këtu në hije dhe heshtje. Te hije dhe heshtje do të thonë je më i kufizuar në tematikën e fotografive, të cilët duhet të shërbesh për shikuesit. Pikërisht për atë. Do dalim te tema ku tha se fotografia ka shumë lloj-llojshmëri ngjyrash. Shpeshherë ne themi, domethënë nëpërmjet ngjyrave ne fotografojmë pamjet. Ndërsa nëpërmjet të bardhëzi ne mundohemi që të fotografojmë shpirtin. E diçka, historit e kështu me radhë. Unë do të pyes, a është një përmbledhje e disa fotografive të kamotshme ndër vite, apo është diçka domethënë që jeni fokusuar vetëm për ekspozitën dhe janë të fotografuara pikërisht për idenë për t'u plasuar në një ekspozitë që siç do të mbahet edhe të ejndën, apo janë fotografitë të cilat janë ndër vite? Jo, kjo është domethënë një përzgjedhje, një punë e disa vjeçare, konkretisht një 3-4 vjet kështu. Po ne e përmendim shpesh herë thomi nuk ka fotografi të keq. Domethënë ka shije të ndryshme, disa portrete shumë të bukura.
Fantastike. Që më pëlqen shumë, janë, domethënë ju mundu detaje interesante, të cilët me të vërtetë flasin shumë. Shpëtime ne kemi këtu. Po, shpëtimi. Shpëtimi këtu ka qenë, këtu djali im, çuni im. Po është në një tubacion, në një fush diku, a? Kjo është një foto shumë. Është tek parku në Shkup. Në parku në Shkup. Po, ka disa lojra. Kjo është e shkrepur në Sarajevo në një sallë operacioni. Kjo është në Tetov. Janë disa fotografi që janë një kollazh fotografish që vërtet flasin shumë. Po. Për mendimin tim janë shumë bazike. Domethënë bardh dhe zi. Është që kur krijuar fotografia ishte me këta dy lloj ngjyra, por realisht flet shumë. Sot njerëzit a kanë dëshirë që të shikojnë të rikthehen asaj të dikushme, e cila për mendimin tim flet jashtëzakonisht shumë. Edhe unë jam i thari i bardhë dhe zi fotografive, ose deri në sepia maksimum, që mund ta ngjyros, deri aty mund të jem. Por në përgjithësi këta kolorite të shumta të cilët, por shumica e njerëzve dëshirojnë. Mendon që është një ç'a ndodh me njerëzit. Pse po kalojmë në këto dimensione? Për të treguar një story, siç e ceka edhe më herët, kolori ndoshta ia hub shpirtin fotografisë. Siç bëhet multidimensionale, pastaj kapën shumë dimensione. Syri kapën shumë nuanca të ndryshme të ngjyrave, ndërsa bardhëzi është pak më problem për shkrepje. Jo që këto fotografi nuk janë shkrep me ngjyra, pastaj janë edituar dhe janë bërë bardhëzi. Domethënë ju mundu që në një farë mënyre të paraqes fotografinë e kahershme analoge, unë si fëmijë e arrita pak, domethënë ta prek, edhe pse në ato fundet e vitit të saj. Sot fotografia është bërë, domethënë, një element kryesor edhe tek të gjithë, si tek të rinjt, tek çdo profesion. Tek çdo profesion. Pa fotografi është një thënie e famshme, nëse nuk ke fotografi s'ke qenë dikun. Nëse nuk ke postu diçka, llogaritës se nuk ke qenë tek X vendi ose X... Por lavdrim të themi të drejtën, gjenerata zë pak ka ndryshuar këtë lojë, nuk është aq që fokusuar në rrjetet sociale, ndërsa janë aktiv, me të vërtet po, mirë që nuk postojnë. Gjeneratat e reja zgjedhin pak më shumë atjetën inkognito, siç e quajmë ne, pa njohur. Si është një evolimin e fotografive dhe me rrjetet sociale? A mendon që kemi kualitet, a kemi fotograf të mirë, a kemi të rinj të cilët e kanë syrin kritik dhe e kanë atë syrin, sepse për të marrë, për të fotografuar, të ta bëjmë të gjithë këto. Mirë po flasim për profesionin tuaj, për një dek pak më të avancuar, ju duhet edhe pajisje të kushtueshme, janë të kushtueshme. Sidomos kohëve të fundit, aparatet edhe fotot të cilat I keni shkripur, na tregoni pak më shumë për këto me filmike përdorni apo digitale? Jo, digitale. Dhe me thonë, ditë sotit të përdorish një fotoaparat analog ose filmik, është goxha e vështirë edhe goxha e kushtueshme, gjë që një kohë ishte digitale, dhe me thonë, kur hyri në treg. Të kthehemi te pyetja e yte, trit shtash kanë edhe më shumë, dhe me thonë, edhe më shumë ambicje, mundësi, për të bërë shumë eksperimente, për të bërë fotografi të mira. Për të bërë fotografi në përgjithësi, nuk të nevojitet pajisje e shtrenjtë. Si që përmendë shpesh, bile përshëndesim edhe profesorin tim, profesor Osman Demirin, fotografin e Gostivarit, ndoshta e njihni. Pajisja, aparati më I mirë është ai që ke në dorë, derisa të bësh një më të mirë, domethënë. Çdo vit po na updatetohen dhe çdo ditë më shumë janë të pajisura me vërtet me lense shumë të trendin, e din, por momenti unë mendoj që duhet të jetë pa marrë parasysh se çfarë aparati mund të kesh, por duhet të jetë momenti I duhur. Momenti, shpirtin për ta kuadrimi, kompozicioni e kështu me radhë, domethënë mendoj. Unë do doja t'ju pyesja shumë fotografojnë fytyra. Po, portrete. Portretet I kanë... Po. Por jo të gjithë, realisht, arrin që ta fotografojnë shpirtin. Po shikojmë disa fotografi këtu. Më thuaj, sa e vështirë është që ta kapësh momentin? Edhe si model që ose të qëndron dikush, si model, a ke të vështirë për t'ja arritur një moment që e ke parë dhe po mundohesh që ta rikthen dhe nuk të vjen? Sa e vështirë është për ta bindur për të kapur atë momenti që
të shpirtit. Para disa muaj në Universitetin e Tetovës, gjithësisht në Fakultetin e Arteve, patëm një workshop me profesor Romir Imami, fotografin, edhe më pëlqej thënia e tij. Më trego storin që të shkrep fotografinë. Dhe me thënë, është shumë e rëndësishme që të dish ngjarjen, ndodhin, dramën që e ka para se me shkrep fotografinë, duhet që të hulumtosh biografinë. Kjo është, dhe me thonë, vlen për atë që fotografojnë portrete, njerëzish e kështu me radhë. Unë mundohem që të bëj një farloj koktelin, një farloj kollazhin ndërmjet street fotografisë urbane dhe fotografisë portret në përgjithësi. Po nuk jam i koncentruar vetëm në një drejtim. Po kështu për zemër, cilën e keni më shumë? Për zemër, edhe më e rëndë që është, e kam qef më shumë landscape fotografinë, dhe me thënë në natyrë, si shtemi, natyrës. Aty ke shumë për të eksploruar, ke mirë, po aty vlen ajo thënia, dhe me thënë atë që thatë më herë, se ju duhet kohë, ju duhet pajisje, ju duhet të ecish. Unë jo që jam dhe një atlet për pjesë, shumë me radhë. Jo, duhet të ngjitesh maleve e kështu me radhë. Por natyra, sikur, për mendimin tim, sikur e dëshiron pak më shumë edhe ngjyrën. Po. Jo, nuk e do, mund funksionon edhe në bardhëzi. Jo, është më katësh ngjyra të natyrës, ndonjëherë. Po, natyra sikur po kërkon atë koloritin e saj, të cilin po e jep. E bukura është drejtore se njeriu varet se si mësohet. Për shembull, e jetoj kohës fundit që edhe në qëse është fotografia bardhëzi, di që t'ja qëllës se çfarë ngjyre mund të mshet pas asaj. Dhe me thonë, varësisht prej nuancave, njeriu e kupton edhe fotografinë edhe në qëse është bardhëzi. Kemi shumë fotografi që kanë bë historinë e shumë e radhë. Nuk është diçka e vështirë, vetë se kërkohet punë. Dhe me thonë, çdo ta quajmë hobi ose profesion ose sport ose si duani quajmë. Osmani duket, profesori. Po, profesor Osmani, tu e kemi patur. Duke lartë një film ai si po. Tu patëm një punëtori shumë e bukur, domethënë të fotografisë analoge bardhëzi, gjithashtu, ku e realizuam tek Fakulteti i Arteve të Tetovës dhe në Fakultetin e Digital Designit tek Universiteti i Europës Juglindore. Studentët u kënaqën se ishte diçka e re, e pakafshme për ata. Fotografia kur zbulu ka qenë domethënë me termin magji. Edhe me të vërtet fotografia analoge e ka atë magji, ku patëm pak më herët kolege ku tha se çdo kush sot fotografon, sot kemi me miliarda shkrepje në ashtu, mirë po magjia është në atë moment kur ti e zhvillon fotografinë dhe e shef se çfarë ke bën. Sot është e lehtë. E bësh një shkrepje, shef, nuk pëlqen e fshi. Dikur ka qenë shumë edhe thash. Mateshim 30 herë për ta shkrepur një herë. Sepse edhe filmi ishte i kufizuar 36. Po 36. Ka një fakt interesant se kur kom filluar si i vogël e kom përmendur edhe me një emision, babi ka qenë shumë shok me shtash ndjes pas ishte profesori Aliman Saiti, fotosaiti në Tetovë. Edhe shpesh ai si fëmijë më jepte një aparat, më jepte një film edhe më thonte shkrep. Pastaj shkoshim te laboratori aty edhe i zhvilloshim. Syrin e një fëmije, shumë interesant. Flas moshën, domethënë 7-8 vjeçare, 10 vjeçare, dhe unë shkrepsha si fëmijë, pastaj qefi mas se kur i shifshim se çfarë. Ke akoma fotografitë? Kam disa nga ato. Fantastike. Për fat të keq disa me kalimin e kohës janë zhduk, janë fshi e kështu me radhë, por negativat duhet i kem, se procesin drejtëroj ndoshta e di se është pak a shumë. Kam xhiruar disa emisione në lidhje me zhvillimin e fotografive, domethënë se si lashin. Po është fantastike ai momenti kur në atë dark roomin, në domën e erët, me një lambë ngjyrë të kuqe, sepse vetëm atëherë po bëhet merr formën edhe fotografia. Dikur Valbona kemi patur shumë njerëz të pasionuar, të cilët ishin nuk merreshin konkretisht si fotograf profesionist, por kishin si dëshirë dhe kishin laboratore në shtëpi, ku shkrepnin fotografi. Zakonisht ishin profesorët interesant është një fakt se ishin zakonisht profesorët e kimisë.
Se ai është proces kimik. E njihshin si proces interesant ish ky fakt. Edhe po krijonin fotografi të cilët nuk kishin nevojë që ti printonin ose ti realizonin diku tjetër, por thjesht i bënin nëpër shtëpitë atyre në një ambient të errët. Unë fakti më pëlqen shumë që në fakt ekzistojnë këto foto, mirë po nga ana tjetër pjesa frika e madhe që mos të zhduken. Kështu i kemi një hard disk që do t'i mbajmë digjitale, mirë po ajo filmike është domethënë një shpirt i cili nuk tek të gjithë garantoj, tek të gjithë qytetarën, të gjithë globin, po mundohen që të shikojnë pajisje të cilët mund t'i printojnë në shtëpi, shumicën e kujtimeve të cilët i kemi pa fund në për celular, ndoshta nuk kemi 50.000 fotografi në një celular, ose më shumë nuk e di, por sot është bërë, si kur është bërë, pritë se nuk mund t'i gjemë. Dikur, si që thamë, po e matnin 30 herë për t'a shkrepur vetëm një herë dhe qëndron pikërisht në atë album, ose kishim momente që na digje filmi. Edhe realisht vetë një depresion jashtëzakonisht shumë i madh. Edhe realisht kur ta marrësh realisht vetëm ato kujtimet na kanë ngel drejtëron. Sot i kemi shumicën e tyre sepse nuk printojmë. Jo, nuk i kemi. Unë për shembull si më herët pata një fatkeqësi, po edhe fatkeqësi që e se i ruaja të gjitha në hard disk, ku e përmendi kolegja, edhe mu doq. Jo. Iku gjithë rinia ime, shembull shkollët mesme që ishim me kështu me radhë, shumë kujtime. Po, u zhdukën edhe së një ktheva. Kështu që Amerikanët e përdorin hard copy is the best. Do të thonë letra është gjë më e mirë. Me që po na ikën edhe kohën, do doja t'ja pyesja lavdërim se po i shikojmë edhe fotografitë të cilët po qarkullojnë dhe më jep një ndjesi që duket shumë heshtje. Në të gjitha fotografi që po i shikojmë ka një heshtje. Ka një refleksion shumë të madh, reflektojnë të gjitha, tregojnë ka një historie në brendësi. Më thuaj, a e përshkruan pasqyrën e gjendjes të sotme sot në këtë menqëllin tonë? Po, pikërisht. Me këtë ekspozitun dëshiroj domethënë që të paraqes një farloj jo rebelizmi, po një farloj ekspresioni se globalisht bota i ka hup ngjyrat. Jo që emocionet. Edhe shpesh me studentët që i kemi edhe në Universitetin e Tetovës, edhe në Universitetin e Evropës Juklindor, aty ku edhe ligjeroj, diskutojmë rreth ngjyrave, rreth e keni vrejt që kohës fundi çdo gjë, do të thënë mbulon pas asaj minimalistes, edhe çdo gjë është bardhëzi. Ka shumë në rrjete sociale për shtëpitë, për rrugët, se si ka ndryshuar ndër vite. Ka humbur koloriti, ka humbur jeta disi në gjërat e vogla, në ndërtesa, në arkitekturë, në film. Në tonë është zhdukura e pjesa emocionale. Mirë pa mendoni që gjeneratat e reja të pak në tash që po ligjerojnë në universitetet, edhe si Universitetit të Tetovës, edhe në të Evropës Juglindore, apo ndryshon kjo gjenerata e reja, ka diçka risi që mund të sjellin ata, edhe pikërisht në çdo profesion, unë me drejtorin diskutojmë shumë shpesh, inteligjencën artificiale. Shqyqo, inteligjenca artificiale është një element jo shumë i rëndësishëm, po të ndihmon për shumë çështje. Një udhërofyes interesant. Nëse din ta përdorim bërë. Ju them shpesh, bile i këshilloj studentët që jo çdo gjë, domethënë të bëjnë nëpërmjet inteligjencës artificiale. Bile të shfrytëzojnë minimalisht atë. Sa i përket shembull tek fotografia, jo që ka ndikuar shumë, për shembull se ne shpesh e përdorim, do ta gjenerojnë një fotografi mirë, por nuk mund të ta gjeneroj shembull dritërojnë në këtë moment ku është këtu në studio, ose juve, ose mu, ose pa marrë parasysh. Është një element jo do të themi i rrezikshëm, është element domethënë për ndihmë të njerëzve. E kam vrejt një fakt interesant tek të rit, se të rit më nuk kanë, domethënë, nuk e kanë atë durimin nuk e kanë. Se jam mësu, bota është bërë shumë dinamike, ka një bioritëm tjetër njerëzit, shumë. Edhe për shembull pas një kohe të shkurtë ai e hupën edhe interesimin. Mundohemi që në atë periudhën sa më të detajuar. Po. Edhe qëllimi im shpeshherë mundohem që të mbaj mësim interaktiv. Do të thonë edhe ato
të dim veten e të rëndësishëm, të kyçur në bisedat dhe në ligjërata që bëhen. Pikërisht, po. Por mendoj që të paktën normalisht bota ecën, bioritmi siç tha Detroit është domethënë shumë i përshpejtuar nga gjeneratat e ndryshme, mirë po që inteligjenca artificiale edhe pse po ecën dhe po avansohet çdo ditë më shumë, unë mendoj që duhet t'i gëzojmë të mirat e saj. Normalisht sa më pak sa përdorim aq më mirë është. Mirë po kur kthehemi te fotografia, unë dua të di se a keni ndonjë foto që nuk do ta publikonit asnjëherë, mirë po që e keni shumë të ndjerë. A ka ndonjë histori të tillë? Portofol që do thoje, s'ka ardhur koha e dur për ta publikuar. Do pres edhe pak. Zakonisht ndodhin, ju fotografë ndodhin kështu gjëra. Shpesh. I ka pasur te hardisku që është Diego. Po, fiks. Ajo më shpëtoi. Kam pat, jo, nuk kam diçka shembull konkrete, po ka disa shumë fotografi, mund shkrepi shumë fotografi, po jo çdo fotografi mund të shfaqet. Kështu ma globalisht të përgjigjem pyetjes të juaj. Kam disa lloj foto për shembull që si shtatë, jo që nuk do t'i shfaqja kur, po ko pas kohë, domethënë, unë mundohem që çdo herë të fotografoj, jo gjithçka të fotografoj, po momente të caktuara që kur të vi momenti i duhur, ndoshta edhe ato do shfaqen. Do ta shohim dritën. Me që jemi vetëm edhe të na tregon saktë se në sa ora do të mbahet ekspozita për të gjithë ata që janë të tomi, po edhe që duan ta vizitojnë pikërisht këtë ekspozitë, do të ishte një mundësi shumë e mirë që të shohin në fotografi të shkrepura që tregojnë historie mjaft të thella, do thoja, interesante. Ekspozita është, siç e përmenda edhe më herët, me 28-in e majit, domethënë ora 19, tek Galeria e Qytetit, Galeria e Arteve të Tetovës, domethënë. Që diçka është e hapur për është e hapur do të vazhdon të qëndron përpërësisht. Domethënë është ekspozita ime e parë, i ftoj gjithë kush ka dëshirë, domethënë të vizitojmë. Kritik arti e kështu me radhë. Sa fotografi do t'i kemi? Sa fotografi? Ka 30 fotografi. 30 vjet. Formati si është për Formati është 50 me 70. 50 me 70, të gjitha i ketë. Po, 50 me 70 të njëjta. Ka pak një problem shkaku te printi, se mendoj që në kohën e ardhshme që ekspozitën e njëjta, domethënë ta ecin për qytetet e tjera e kështu me radhë, po të shohim. Po i fillojmë me Tetovën. Shqipëri thonë tu pa tu bë. Po i fillojmë me Tetovën, pastaj do t'i vizitojmë edhe vende të tjera. Unë do doja ta falenderoja. Po, gjithashtu edhe unë. Për ditë, me që edhe ditë feste sot, e vërtet. Na urdhëroi këtu, të dëshirojmë që ekspozitat mos dalen kur dhe uroj që bota, që njerëzit të rikthehet. Kjo ai imazhi i ftohtë, që pa vetdije po ja heqim ngjyrat jetës son, ti rikthejmë dhe të mundohemi që të kemi emocione për njëri tjetrin, sa më shpesh. Faleminderit edhe juve për shtofshin. Faleminderit. Mos u shuajt asnjëherë pasioni për foto të mirëfillta, për storytellers, për ata që tregojnë storit nëpërmjet punës së tyre, mirë po mbi të gjitha u shtofshin edhe ekspozitat. Mos qëndrojmë me të parën. Faleminderit. Le të kalojmë një herë para, pastaj u thye. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Miq dashur, ne këtu po japim fund emisionit me shpresë që do shihemi nesër, ditë e martë, sigurisht, të njëjtën kohë, kemi një surprizë dhe dritroj për të gjithë ju, kështu që nesër që nga ora 9 do t'ja fillojmë. Përse e marta është e martë. Përse më kjo e marta kështu, mirë po do ta diskutojmë. Shihemi nesër, ditë e kohë, mirupafshim. Faleminderit regjia.